Dhe e titujt. Çfarë titush? Ju shkojnë nga zyra e kryeministit. I shefi propagandës ti ja ka mbath si delinkuent në rati. Sa po doli implikuar se vidhte çonte mysafir tek e shtetit tek restoranti i vet. Këto janë rrethanat, pra nuk janë të lehta, janë të vështira, por ne vim në këtë kilometrin e fundit dhe ta kemi të qartë ky është kilometri i fundit. Po. Vim pasi i kemi faktur çdo shqiptari dhe çdo qytetari të lirë, zyrtari të lirë në Europë dhe në botë. Se Edi Rama nuk bën zgjedhje, po bën fars. Dhe ju e pat vetë, Departamenti i Shtetit nuk dërgoi urim duke shpjeguar se ne urojmë vetëm zgjedhjet e lira. Tjera nuk urojnë. Ju e pat vetë se 7 rezoluta ndërkombëtare denoncuan zgjedhjet në Shqipëri dhe narkoshtetin. Pra, ne mbrojtëm votën në kuptimin ligjor të saj. Ai libri i zi që publikuam për zgjedhjet lokale, ai pati efekt të jashtëzakonshëm. Sa ai libër bëri që ata që erdhën për të vëzhguar zgjedhjet e përgjithshme të hapnin syt katër. Ai libër bëri që në kongresin e Partisë Popullore në Valencia 7 ditë para zgjedhjeve të 11 majit, rezoluta e votuar në unanimitet shpreh se në Shqipëri zhvillohet farsë elektorale. Nuk zhvillohen zgjedhje. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Pra, pse? Është në qoftë se ai s'ka legjitimitet një ditë që në pushtet, çdo veprim i ynë kundër tij ka legjitimitet të plot. Dhe ne jemi brenda ligjit shqiptar ndërkombëtar në betejën tonë. Ne denoncuam me 100 herë aferat e tyre. Sot, aferat e tyre kanë marrë vdheu, kanë marrë botën. Ne kemi denoncuar me 10 herë Akshin. Ne nuk bëm kompromise me ta, po qëndruam. Nuk u mërzitëm, nuk u dekurojëm, nuk u dëshpëruam. Se edhe noj klasit përsërish 100 herë tjenë të gjë nuk ka. Po njëri du ta bëj kur është e keqja. Të keqës do i thuash të keqja çdo ditë. Dhe koha provoj sa të drejt kishim ne. Koha provoj se Edi Rama, si që është 2 metra, si këthot, është vetëm aparencë, se në thërë dhe mrapa është ergysa gas. është ergysa gas. është një turp njërzor, është një njeri që përveç se ka vjedh milion, për 100 milion, urdhron marrjen peng për të pasuruar familje ti, të biznismenve, të cilët s'duhet për marrin pjesë në tendera. Është Ergysa Gas, koordinatori i bandave të ti kundër zgjedhjeve, të cilën e ka përdorur për vrasje, për vjedhje, për çdo gjë tjetër. Fatmirësisht, se çdo gjë ndonjëherë rastësia është mbreti. Biznismeni shkoi dhe dëshmoi në 2 shtete. Dëshmoi tek partnerët tanë gjermanët, po dhe tek partneri tjetër. Kështu që Rama tani është më i nxirr se Agasi.
sepse Agasi ka dëshmuar çdo gjë për Ramën. Ka dëshmuar çdo gjë për lindët. Ka dëshmuar çdo gjë. Ky Meçe, Meçe ka dëshmuar çdo gjë. Gron Meçe. Për të gjithë strukturën super mafioze të një agjensie shtetërore. Nuk është ndërmarrje private. Është agjensi shtetërore. Akshi. Edhe kjo, sigurisht që shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar